Përshëndetje nga sofra shqiptare, kam sjellë recetën e sylpitës apo flisë kërçovare. Përgatitja është e thjeshtë, ju merr pak kohë, bëhet shumë e shijshme, një recetë e vjetër tradicionale. Besoj se kam ju pëlqyer kur ta shihni videon në vazhdim. Fillojmë me përgatitjen e brumit të sylpitës. Unë jam duke përgatitur një sylpite në tepsin me numër 30. Për anë jam duke i përdorur këto masa: 500 gram me miell misri nga Inti, i blerë në market, ose mund të përdorni miell misri bio, 250 gram me miell gruri. Pra në këtë mënyrë përgatitet sylpitja. Vërtet është një flisë shumë e shijshme, një recetë e vjetër kërçovare. Shtoj një lugë gjelle me krep dhe përzi kështu masën mirë. Pra si që theka, ju mund të 2 fyshoni, 3 fyshoni masat. Për atë arsye unë jam duke i përdorur këto masa sepse tepsia është me numër 30 cm. Përzi kështu dhe ja shtoj 1 litër me ujë të vakët. Tash përsëri e përzi. Mund ta përzini masën kështu me një tel dore ose me mikser. Mirëpo dhe me tel dore nuk do prish punë. Shumë e rëndësishme është që mos ngele mielli tokë. Përzi. Kam përzier masën mirë, pra nuk ka ngelur mielli tokë. Tash e shtoj në 3 vezë plota masës dhe përsëri e përzi kështu derisa brumi dhe vezët bëhen në një masë. Përzi mirë. Mjaftueshëm është. Tash përgatisim masën e dytë. Masën me vezë, marrim një tjetër dhe në të shtoj 14 vezë të plota. Shtoj një nga një. Unë kam vezë katuni. Më e mirë do del sylpitja me vezë katuni. Këtu kam 14 vezët, ja shtoj 100 ml me vaj. Mund të shtoni masës dhe krep nëse doni, mirëpo unë nuk do i shtoj, besoj se do jetë mjaftueshëm nga kripa që kam hedhur tek brumi. Tash me një tel kuzhine vetëm se i tundi pak vezët. Gjatë kohës që kam bërë thyrjen e vezëve, kam dhejs jarrin, nga pjesa është sipër me shporetin elektrik. Të njëjtën recetë mund ta përgatitni edhe me saç, kështu me dru në obor. Unë sa i radhëm e kam sjellur të përgatitur në shtëpi, që t'ju demonstroj gjithë motrave që jetoj në diasporë, ta përgatisin vërtet dele ngjashme, sikur se e përgatitur me saç të druve. Vetëm edhe pak dhe mjaftueshëm janë vezët. Tash morim tepsien, si që kam cek, tepsia është me numër 30 cm dhe e kam lyer mirë me vaj. Tash e vendosi në furrë që të bëhet nxehja mirë. E kam largu tepsien nga furra, është djegur vaji. Tash ja shtojna kështu brumin me miell misri dhe gruri. Shtojna dikon 2 garusha. Mund
munduhe që ta përhapi. Shtresa e parë pak me vështirësi shkon, se shtresa tjera. Përhapi kështu, mirë. Dhe tash e fus tepsien në zjarr në temperaturë 250 gradë, dikon për 3-4 minuta, sa të bëhet pjekja e rendit të parë. Kam largu nga furra, shpjekur, shtresa e parë, tash kalojna shtresën e dytë, kështu, me vezë, përhapim. Një garushte është i mjaftueshme. Përhapim kështu tepsien duke tundur, përsëri e kthejmë në zjarr për 1-2 minuta, pavarësisht se çfarë nxehtësie ka furra juaj, vetëm se hekrin e shporeti duhet që ta vendosni tek pjesa e sipërme dhe shporeti duhet që të bëj pjekje në pjesën e sipërme. Kam largu nga zjarri, ka një aromë jashtëzakonisht të mirë. Tash shtojna masën me brum, pra një rand me vezë, një rand me brum. Tek brumi shtojmë 2,5, 1,5 garushte me brum, barë. Kështu, në të tepsis përhapim, do me thënë tundim tepsinje dhe të përhapim masën. Mjaftueshëm është. Tash përsëri e kthej në furrë, dikon për 3-4 minuta, tek shtresa me brum pak më shumë vonon gjatë pjekjes, kurse tek vezët pak më pak, zakonisht varet nga furra. E vendosim në zjarr. Kam largu nga furra, tash ja shtoj, kështu, një garushte me vezë. Pra një rand brum, një rand me vezë, mënyra e njëjtë vazhdon tutje, derisa të harxhohen të dy masat dhe pjekja bëhet në mënyrën e njëjtë, kështu vetëm se me anë të tepsisë bëjmë tundjen, e vërejmë edhe vetë sa bukur është duke dalë, vetëm se ka një aromë shumë të mirë. Tash përsëri e kthejmë në zjarr. Kam largu nga furra. Shtoj brumin. Kam largu nga furra, jemi pothuajse në fund të flis, na ka ngelur vetëm një shtresë, kështu me vezë që t'ja hedhim, shtresa e fundit. Është pjekur shumë mirë, ka aromën jashtëzakonisht të mirë. Tash përhapim kështu shtresën me vezë në përgjithë, si përfaqen e silpitës dhe flin tash e kthej në furrë të nxehtë në të njëjtën temperaturë, mirëpo kësaj radhe temperaturën do ja dhezi nga pjesa e poshtme. Kam largu nga furra, kësaj radhe e kam mbajtur më shumë në furrë, dikon për 10 minuta. Tash do bëjna prerje, ju mund të bëni çfarë do lloj prerje. Unë do e prej kështu në 4 ore, më mirë do bëhet servimi. Unë ta prejni në furrë të dilimave, varet nga dëshira juaj. Ka një aromë jashtëzakonisht të mirë dhe shija nuk ka por me mungu, besoj sepse aroma është shumë e mirë.
me krejmë në 4 ore, më mirë. Servohet më mirë në përpjata. Dhe e lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim. Është ftohur pak, ta largojmë një pjesë, ta shihni se si ka dalë shumë e mirë. Ja dhe si duket. Ja dhe si duket, silpytja kërçovare apo flija kërçovare, ka dalë shumë e mirë. Besoj se shija si mungon, gjithë ju që e përgatitni në këtë mënyrë, ju bëft mirë, ju lutem këtë video ta ndani tek miqet dhe dashamirët tuaj, me mbeqi nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.